Do të vjemi një tjetër bisedë në këto momente, do të përqendrohemi tek se çfarë ndodh në Hag, te seanca në ditën e dytë të saj, ku ka nisur dëshmitë e tyre dëshmitarët e thirrur nga mbrojtja, por bisedën do ta fokusojmë me atë se si po përcillet ngjarja e Hagës, dëshmitë e Hagës në Kosovë, dhe unë kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ideal Gola. Ideal, të përshëndes. Dëshmitë e mbrojtjes që ka nisur me James Rubin dhe do të pasojnë nga të tjerë, ne shpresojmë dhe urojmë që t'japi një tjetër rrjet gjithë procesit gjyqësor, pasi deri më tani janë dëgjuar dëshmitarët e organit të akuzës. Kështu që në Kosovë si janë pritshmëritë lidhur me atë se çfarë pritet në këtë fazë të procesit ku jemi tani me dëshmitarët e mbrojtjes. Po tani fakti që procesi ka hyrë në një fazë të fundit dhe shumë të rëndësishme, shpresat janë të mëdha që të mund të ndriçohet e vërteta në lidhje jo vetëm me atë çfarë ka ndodhur me ishkret e ushtrisë lirimtare dhe gjithë ata të tjerë të cilët po gjykohen në Hag, por edhe që të pastrohet çdo njoll që rëndon tashmë mbi luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pasi dëshmitë e personaliteteve si James Rubin, ish ndihmës sekretar amerikan në periudhën e luftës, janë vërtet shumë të vlefshme dhe janë konsiderohen me shumë perë se çdo dëshmi tjetër për faktin se ata zgjedhen të ishin alat të këtij grupimi, të kësaj ushtrie që u mobilizua vetëm pasi, siç edhe Rubin e tregoi në mënyrë kronologjike, ndodhen vrasje dhe masakra ndaj popullsisë shqiptare civile në Kosovë, por gjithashtu të hiqen edhe ato hijet që rëndojnë mbi financimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës apo me akuzat për trafikim organesh që, siç e dini, kanë qenë le të themi filet e para të ngritjes së dhomave të specializuara që gjithsesi i njohim si gjykatë speciale. Ka pasur reagime mjaft pozitive, ka pasur shpresë për faktin se dëshmitë e Rubin deri më tani kanë rrëzuar, le të themi, një nga akuzat më të rënda që lidh ishkret UÇK-s në rastin Thaçi dhe të tjerët për ndërmarrje të përbashkët kriminale, por edhe për orientimin e ushtrisë lirimtare që kishte ose ishte zotuar për një aleancë me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara. Por si janë përcjell, si janë komentuar këto dëshmi nga partia në pushtet vetëvendosje, nëse ka patur? Lëvizja vetëvendosje nuk ka komentuar këtë deklarim as këtë fazë, por as dëshminë e James Rubin në mënyrë zyrtare, ashtu sikur se nuk ka komentuar asnjëherë në fakt procesin. Lëvizja vetëvendosje është gjithmonë kur është fjala tek gjykata speciale, mbrohet me faktin që ka qenë dhe është kundër saj dhe se atë kundërshtim e kishin shprehur që në vitin 2015 që ishin kundër themelimit të gjykatës speciale si subjekt politik, për të cilin nuk kishin votuar për ta themeluar atë, ndërkohë që tash në qeveri ata zotojnë se kanë bijuar me financimin e avokatëve mbrojtës për të gjithë akuzuarit, por nuk kemi parë asnjëherë asnjë lloj mbështetje, asnjë përfshirje tjetër, edhe pse ndër bankën e të akuzuarve gjendet edhe një deputet, ish deputet i tyre si Recep Selimi. Mirë, Ideal, unë të falenderoj shumë për raportimin e drejtë për drejtë nga Prishtina lidhur me zhvillimin në Hag dhe si ato po komentojnë dhe po përcillen në Kosovë.